Festa e betarës shënon një periudhë të veçantë në jetën e fëmijëve, si përfundimi i një cikli të rëndësishëm, me mësimin të gjitha shkronjat e alfabetit, dhe që mëson voglueshve të hyjnë lirisht në botën e leximit dhe të shkrimit, në rrugtimin e ardhshëm drejt kulturës dhe dijeve shkencore. Në këtë festë të veçantë të organizuar nga 2 klaset e para të shkollës Bedrije Beveziqi, fëmijët kaluan çaste emocionale së bashku me mësuesit. Zamira Metej, drejtoresha e shkollës 9 vjeçare Bedrije Beveziqi, në fjalën e saj theksoi vlerat e kësaj dite emocionuese për fëmijët e klasave të para, pasi përfundimi i vitit shkollor është kurorëzimi i përpjekjeve 1 vjeçare në prag të shtektimit të rëndësishëm që marrin ata në jetë. Për nxënësit e klasës parë, sot është një ditë e veçantë. Ato përfundojnë një vit të tërë shkollor, një vit impenjimesh, një vit lodhjesh. Megjithatë, festa e betarës është kurorëzim i kësaj pune të lodhshme dhe plot mundime, por me shumë kënaqësi dhe shumë satisfaksion. Madje edhe sot festa e betarës është tregues i arritjeve të tyre të suksesshme në këtë vit shkollor. Unë në përmbyllje të këtij viti kam vetëm një porosi për fëmijët dhe për prindrit. Lexoni sa më shumë, sepse leximi është dije, është arma e së ardhmes. Kanë qenë 2 klasa që performuan programet e tyre në koreografinë e balerinit të njohur dursak Arian Plaku, me këngë, valle dhe recitime. Dua shumë të shijoj nga vetrina kur shikoj. Mësuesit, në fillim të programacionit artistik, ku spikatën talentet e reja fëminore, po mjaft premtuese, janë shprehur. Jam shumë e lumtur, e emocionuar. Gjithmonë festa e betarës na emocionon njësoj si fëmijë. Këta janë fëmijë shumë të zgjuar, shumë të lëvizshëm, shumë të bukur. Gëzojnë sot për festën e vet. Mesazhi që jap gjithë fëmijëve është që të mësojnë sa më shumë dhe të lexojnë sa më shumë, sepse rruga e dijes është pafund. Sot është një ditë e shënuar për fëmijët, sepse realizojnë gjithë rrugën që sapo kanë filluar që nga shtatori deri tani, me mundim, me lodhje, por kanë arritur shumë gjëra. Kështu që mesazhi që kam unë për fëmijët është të lexojnë gjithmonë, sepse vetëm duke lexuar dhe duke punuar mund të realizojnë ëndrat e veta. Diploma e betarës i jepet nxënëses Ana Brunda. Në fund u shpërndan diplomat përkatëse që do të mbeten fëmijëve si një kujtim i përjetshëm nga kjo festë e veçantë. Suksese.